Të mos presim që tronditja e çmimeve nga karburante të përhapet e çmimet markete, por qeveria të ndërhyjë menjëherë me masa për të parandaluar një goditje të re të çmimeve ndaj standardit të qytetarëve. Apelojnë nga organizata e konsumatorëve dhe ajo e transportuesve që gjendja të mos përshkallëzohet nga organizata e konsumatorëve përveç uljes së akcizave dhe të TVSH-s për karburantet, kërkojnë menjëherë edhe masa për kufizimin e marzhave dhe vendosjen e kufive maksimal për çmimet e produkteve bazë ushqimor. Reagimet vijnë pasi çmimet e disa prej produkteve bazë ushqimore si vaji dhe vezët brenda një dite u rritën për 10 dhe më shumë %, ndërsa nga qeveria ende nuk ka masa konkrete. Ситуацията на Блискиот Исток не се смирува и очекуваме дека тоа ќе има големо влијание. Затоа на стандардот на граѓаните треба многу да се внимава и тие мерки кои што претходно ги предложуваше владата, како маржата намалување барем на основните производи. Иако сме свесни дека тие веднаш трговците и дистрибутерите ќе покачат цените на другите производи што не припаѓаат во потрошувачката кошница, меѓутоа сепак е многу битно да основните цени останат стабилни. Transportuesit kanë paraqitur kërkesat e qeveria për masat menjëhershme, thonë se ka presion nga kompanitë për të rritur çmimet e transportit, por gjithçka varet nga oferta dhe kërkesa. Значи они сакаат да ги покачат, кој не ќе да покаче кога трошоците му се зголемуваат. Затоа ние како асоцијација од своја страна бараме државата да реагира за да се намалат трошоците и да можеме да го поднесеме porastut na cenata na goривото. Nga Inspektorati i Tregut sigurojnë se kontrollet e tyre kanë treguar se çmimet janë stabile, ka pasur rritje vetëm te çmimet e vajit dhe vezave, por për arsye të justifikuara për shkak të rritjes së çmimeve të vajit në bursa dhe të çmimeve të ushqimit për pulat. Vaji është produkt burse dhe në bursa është rritur 15% dhe tek ne është vërejtur rritje prej 3 deri në 5 denar. Për vezët prodhuesit ankojnë për rritje të ushqimit, soja është rritur për 100 deri 150%, ndërsa misri 100%, tani tek ne mesatarja është 10 denar për vezë. Analizat krahasuese tregojnë se çmimet tek ne janë më t'ulta për 10 deri në 20% për këto produkte në krahasim me Kroacinë, Serbinë, Bullgarinë, madje edhe Kosovën. Ndërkohë që të gjitha vendet e rajonit menjëherë ndërmorën masa që goditja nga rritja e çmimeve të karburanteve të mos nxjisë inflacion, qeveria e vendit njoftoi se po mendon për uljen e TVSH-s për karburantet nga 18 në 10%.